mëson se çfarë ndodh në mendjen e një kirurgu para çdo operimi, edhe hiqet apo e largon ndonjëherë frika apo stresi, emocionet para çdo ndërhyrjeje, apo është diçka me cilën jetoni çdo ditë? Po, ajo sfida më e madhe për mjekun, për mjekësit, është sa mund t'i ndihmojmë ne një pacientit. Por para se të gjithë është një maksim latine sot primum non nocere, cila do me thënë të mundohemi të mos bëjmë dëm, ose të bëhet sa më pak të dëmtohet shëndeti, edhe ashtu i kontestuar i dhe një pacient. Kjo çka do me thënë në vete? Çdo kirurg, po edhe çdo mjek, parimisht e ka të ndëgjojë, të informohet për gjendjen e përgjithshme dhe për sëmundjen e pacientit. Mandej të diagnostifikojë, mandej të bëjë trajtimin qoftë konservativ, qoftë kirurgjik, dhe instanca e fundit është të jetë i gatshëm të ndërhyjë për çdo komplikim, të përmirësojë për çdo komplikim eventual që të paraqitet. Dhe këto janë 4 postulatet kryesore që i ka një mjek dhe në veçantë një kirurg. Pa e përmbyll këtë cikël, këtë ciklus, ne nuk mundemi të themi se jemi të përgatitur të ballafaqohemi me çështje, me sëmundje, me trajtim dhe në veçantë për intervenim kirurgjik.